Mirë se u rikthyet nderuar teleshikues, jam në studio me të ftuarin e ditës, kam kënaqësi të kem Agron Haxhimalin, drejtori i Institutit të Bashkive të Shqipërisë. Zotja Haxhimali, mirë se erdhët në studio. Shpesh kemi diskutuar duke risjell në analizë vazhdimisht pikërisht reformën territoriale administrative. E kemi diskutuar dhe 12 vjet më parë, po në studion e këtij televizioni. E sot jemi përballë një realiteti i cili vjen me zhvillime të fundit, vendime të marra në Komisionin e Reformës Territoriale. Si do t'i gjukonit ju, duke patur parasysh gjithë curin, progres apo mbeten retorik politike? Shumë faleminderit për memorien. Në fakt, duhet filloj gjithë thelbi filozofik i diskutimit dhe i debatit për cilën do përpiqem të jem sa më konkret. Ju thatë para 12 vjetësh e vërtet. Pse edhe kemi bërë në studion tuaj televizioni ka kushtuar vazhdimisht diskutime dhe vëmendje për interes të publikut, po pse ka ndodhur kjo? Në qoftë se një reform funksionon mirë, problemet janë zgjidhur, ju s'keni kot me mua. Mund të nevojë për rishikime. Pra qartë, dakord, po në qoftë se funksionojnë gjërat mirë, nuk fokusohemi te kjo gjë, merremi me problemet të tjera, por fakti që gjërat nuk kanë shkuar mirë dhe jemi sot këtu ku jemi tregon disa gjëra. Për mua, më tepër se të konstatoj s'ka shkuar mirë, ka dështuar, ka progres të limituar, secili i vendos notën e vet. Për mua nuk e ka kaluar klasën reforma territoriale dhe shumë mirë që majoranca dhe opozita po bëhen në bashk tashmë. Por duhet të them për teleshikuesit tuaj që u bën bashk dhe herë në vitin 2022, unë kam qenë i angazhuar sërish në atë kohë siç jam dhe aktualisht. Dhe aty majoranca bëri një gabim shumë të pafalshëm, pranoi 2 raporte, duke u deklaruar që reforma është e suksesshme, s'kemi nevojë për riorganizim territorial, mund të bëjmë disa rregullime të vogla, ndërsa opozita në atë kohë propozoi një strukturë territoriale krejt tjetër, një qeverisje me 2 nivele, propozoi se si do të organizoheshin, si do zgjidheshin, për hir të së vërtetës ishin më konkret. U hodh poshtë kjo. Tash janë sërish të bashkë. A janë marrë mendimet e specialistëve dhe ekspertëve të pushtetit vendor, ndarjes territoriale, për të shqyrtuar të gjitha qasjet dhe specifikat e një reforme të mirë në funksion të publikut, pra të bëhet ajo që duhet në funksion të qytetarit. Shiko, nuk është se s'ka ekspert, ka njohës A janë marrë mendime? Mirë, ja. Por ky është problemi i madh në fakt. Edhe në 2022, po edhe në 2013, se unë kam histori gjatë me këto çështje dhe shiko, politika e merë është një motor shumë i madh që udhëhiqet, pra gjeneron atë energjinë e vet dhe e çon aty ku ka interes. Unë mendoj që nëse qasja duhet kishte qenë për këtë reformë më shumë kushtetuese, ligjore, parlamentare, shtetërore, jo me ekspertë majtë apo të djatë, me variante PS-je, me variante PD-je. Unë nuk e kam, edhe pse vetë jam i angazhuar, thosë kam qenë i angazhuar, kjo qasje nuk më ka pëlqyer. Edhe në këtë rast, unë mendoj që nëse do ishte pra në dignitetin e një shteti për të përcaktuar se si do të funksionojë një pjesë e arkitekturës së këtij shteti. Nuk është bërë kjo? Por është shumë vështirë, thash pra që me zor ka përdijen, me zor absorbohen qasjet teknike. Çfarë pretendohet që pritet nga kjo reformë e re? Ose le të themi nga kjo lloj analize që po i bëhet nga ky Komision i Reformës Territoriale, çfarë synon të realizojë? Ky për mua duhet çfarë synon politikisht, e thanë të dyja partitë në takimet e tyre. Për mua të dyja bën gabim në kohë. Partia Socialiste ka propozuar disa skenar me i paqartësi për hir të së vërtetës, por një element ka aty kur thuhet që bashkitë e vogla do t'i bashkangjiten bashkive të mëdha. Kjo tregon që vazhdon ajo tendenca siç është porositur nga kryeministri Rama që duhet më pak bashki. E kundërta ndodh nga pala tjetër që kërkojnë më shumë
bashki nga opozita, edhe pse artikulojnë një qasje me tregues, me kritere. Por të dyja partitë, po të kishin qenë shumë të ndershme, këtë koncept, këtë filozofi duhet ta prezantonin në programet e tyre para zgjedhjeve, kur bën zgjedhjet parlamentare. Ato nuk e përmenden, e kanë përmendur tani. Pra në kohë, tashti nuk rakordojnë mirë për mendimin tim, pasi ka një komision, si e perceptoj unë, komision shtetëror, ato komision të posaçëm parlamentar, kur tashmë partitë politike duhet ta qepin gojën. Kemi zgjedhjet lokale, evidentisht. Po dakord, le të kenë zgjedhjet lokale. Ato tashmë na kanë organizuar si ekspert, të vazhdojmë punën, të jemi gjithë bashkë ekspertët e propozuar nga maggjoranca dhe opozita, të ulemi në grup, të rrim 2 javë, 3 javë, pasi dëgjojmë lëvizjet në teren apo opinionet të ndryshme, të ftojmë grupet e interesit, të futemi në një sallë dhe të gjejmë modelin që është më neutrali i mundshëm dhe atë variant të hedhim në parlament dhe ta votojnë partitë politike. Nuk mund të shkohet pafundësisht kështu. 3 skenar për S-ja, 3 skenar për D-ja. Ka funksionuar deri tani dhe çfarë nuk shkon? Shiko, e mira dhe idealja do ishte që maggjoranca, para se t'i hynte kësaj gjëje, duhet të bënte një raport me dignitetin më të mirë për publikun, me të dhënat më të sakta dhe të pranonte që kjo reform nuk na ka funksionuar. Për këto arsye, ndaj ne jemi të hapur ta rishikojmë me konsensus më të gjerë me aktorët tjerë politik, me opozitën. Nuk e ka bërë në fakt, nuk ka një raport tjetër, sigurisht. Unë, aktorët të tjerë, Instituti për Bashkitë, organizata, bën raportet të tilla, por në këtë rast, deri filozofia, institucionalizimi i qëndrimeve, duhet që maggjoranca nëpërmjet ministrisë të bënte raportin dedikuar kësaj që sigurisht kanë bërë raporte performance, janë prezantuar 2 herë dhe nga ish-ministri Mazniku dhe nga ministri Demo. Unë i kam përshëndetur ato raporte, por çfarë tregojnë ato raporte? 50% e bashkive janë të pasuksesshme, por nga ana tjetër quhet reforma e suksesshme. Kjo nuk më rrin mirë. A janë gjetjet e raporteve të tyre të sakta, krahasuar këto me studimet apo me gjetjet që ju keni përmbledhur? Shumë e bukur pyetja, në fakt, shumë e bukur. Unë i kam pranuar ashtu siç janë afërsisht edhe me studimet e mia, jo për të qenë në të njëjtën limë, sepse unë jam kritik në fakt për çdo gjë dhe nga naturaliteti, sepse shoqëria civile duhet të jetë gjithmonë kritike ndaj qeverisë dhe politikës, por çfarëdo zbukurimesh të kenë se luhet me këto shifra, rezultati e kanë pranuar vetë. 50% të bashkive nuk kanë performancën e mirë, nuk performojnë mirë mjaft. A është i hapur Ministri i Pushtetit Vendor, apo edhe vetë Komisioni i Reformës Territoriale, në cilën janë kontribues të 2 kampet politike, edhe pozita edhe opozita, të dëgjojnë propozime që vinë nga ekspertët, të cilët e kanë studiuar, e kanë në fokus të aktivitetit dhe vëmendjes tyre pikërisht ecurinë e kësaj reforme dhe çfarë do të duhet të ndryshonte. A keni patur ju mundësi dhe dritare për t'i prezantuar e për të dëgjuar për propozimet tuaja? 2 gjëra t'i ndajmë, se është ministri nga njëra anë dhe komisioni, që janë 2 gjëra krejt të ndarë. Për sa i përket çështjes me ministrin, unë kam një vlerësim tepër pozitiv për zotin Demo, madje them është ndër më të mirët dhe i vetmi në këtë kabinet qeveritar. Në fakt ka qenë kryetar bashkia në kontekst sigurisht e njeh shumë mirë, është mjaft i hapur, kreti ka një qasje shumë të mirë, e vlerësoj nga pikpamja jo personale, por dhe institucionale. Qëndrimet që i kanë bajt për reformën kanë qenë për mua krejt korrekte, kanë bajt pozicionin e vetë duke demonstruar jo ndërhyrje të komisioni parlamentar, dhe këte kanë vlerësuar më shumë në fakt, është përpjekur jo t'i shmanget kësaj gjëje, po ta suportoj me gjitha të dhënat, me çfarë i duhet komisionit parlamentar, këtë e ka shprehur, dhe për mua këtu ka një qasje shumë të mirë dhe i vi që e ka përcaktuar në mënyrë krejt korrekte me zgjuarsinë e tij. Shkojmë te komisioni
Ideja është gjëja që duhet. Shumë, po mu gjëja që duhet. Po. Shiko, Shqipëria vun nga ai uni i madh, ne duhet i kontrollojmë të gjithë, po ti je ministër, çdo gjë do ta bëj. Ai ka marrë atë qendrimin e vet, mbështet komisionin me çfarë do komisioni dhe krejt korrektu. Shkojmë te komisioni. Te komisioni kam qenë sigurisht ato ka dy drejtues që e kam thënë disa herë që besoj edhe tek Mazniku dhe tek zoti Boçi njerëz të qetë, të moderuar, por për të dy jam kritikun të më lesh mu komisionit, se tash ky është çështja, nuk mund ta quaj komisioni PD-s dhe i PD-s. Unë e shikoj nga i kënd tjetër, komision shtetëror. Shiko, ai është ngritur që në vitin e kaluar. Po? Po, çfarë ka prodhuar ndonjë gjë deri tash? Po pse kanë kohë taksa paguesit shqiptar? Pse nuk kanë prodhuar? Ato është ja pra për burokracira të tilla, debate të tilla me A është domosdoshme një rindarje e cila do t'i shërbente më shumë partive politike në funksion zgjedhor, apo do t'i interesonte më shumë qytetarit për të marrë shërbime më të mira? Pra një mikromenaxhim më të mirë, një marrje shërbimesh më të duhura, pra një fokus tjetër për funksionimin. Partitë politike sigurisht kanë interese, sadoqoftë që maxhoranca thotë ne bëjmë këtë për këtë arsye, për këtë sigurisht ai do pranohet e tillë, po nuk e fsheh unë se bëri reformë 2015 për interesa politike, e bëri dhe e kam thonë do vazhdoj ta them, ka kriju këtë 61 pas një lloj identiteti. Nëse do shkojmë tek pala tjetër, sigurisht më dhe ato kanë ato interesat e veta politike. Si e demonstrojnë? Njëri e demonstrojnë, thotë më mirë të kemi pushtet absolut duke zvogluar numrin e bashkive, s'kam pse të bashkëpunoj me 61 bashki, mund të kemi kontroll më të fuqishëm elektoral, politik, administrativ, menaxherial për çdo lloj kategori shërbimesh, duke pas një grupim bashki më të mëdhaja. Partia Demokratike ka shprehur në fakt ka një model i cili shkon dhe me ato që unë kam propozuar që më 2013 edhe 22 dhe tani unë jam veti përkas që duhet kemi bashki të qendër si që janë sot, jo 61, po dhe 65 që kanë qenë para 2015 që kishin kriju atë tipologjin, identitetin e qyteteve dhe këto duhet të rriteshin, të zhvilloheshin sepse është investuar historikisht, por për te këtyre do kam propozuar atëherë në 13, në 22 i qëndroj dhe sot ju kam propozuar dhe Partisë Demokratike, nëse e marrin shumë mirë, nëse se marrin në çështja tyre, por neutraliteti im, ekspertiza ime çon këtu që t'i mbajmë qytetet, t'i zhvillojmë, të marrin territor të zgjerohen aq sa ju duhet me komunat apo njësitë administrative të Brezit Park kufitar, për te këtyre, mendoj që është e nevojshme që 40% e popullsisë që jetojnë në zonat rurale sot nuk përfaqësohen nga bashkitë e mëdha, nuk marrin shërbime, janë lënë jashtë vëmendjes për ta zgjidhur këtë problem. S'kan motivim ndoshta dhe banorët të shkojnë atje për të zhvilluar. Po se e ke mbyllur politikisht, se aty janë ato si zyra, me njësi administrative, aty janë dhe administratori, po s'bojnë asnjë gjë, vetëm konsumojnë taksa paguesit, nuk prodhojnë asnjë shërbim. Edhe unë kam thënë 2, 3, 4, sipas rastit, aty ku është e mundshme, aty ku është e arsyeshme, aty ku krijohet një masë kritike e popullsisë që mund ta vendosin 3.000 deri 4.000 apo 5.000 deri 7.000 banor, pra mund t'i bashkojmë. Kemi numër më të madh, jo numër më të vogël. Numër më të madh them dhe unë po të ndar midis, pra të kemi qytete, kemi dhe pra bashki urbane dhe bashki rurale, dhe këto mund të bashkohen, edhe tipologjia e shërbimeve të tyre është më e përafërt në versit zonave. Po, sipas zonave i përshtatëm tipologjisë, kemi mbrojtje të identitetit. Sa mendonë se duhet kemi? Apo duhet përdorim një term të ri? Jo, shiko, kjo vetëm Shqipëria ka këtë lloj termi, që na si vend të botës kanë ngelur, por nuk është referohem asaj që kemi. Di, po nuk është çështje emri, veje si dush emri. Pra, në këtë konfigurim mund të shkojmë pra me këtë modelin pra strukturën territoriale, një numër më i madh, por mënyrën e qeverisjes mund ta bëjmë asimetrike, diferenciale, për këto teknikalitete që qytetarët mund t'i kuptojnë vetëm kur zgjidhen të përfundimisht. Shkojmë tek niveli i dytë. Unë ka dy gjëra që çfarë tregojnë
praktikat, shkencat politike apo ato administrative. Sa më të mdhaja të jenë bashkit, aq më i panevojshëm bëhet niveli 2 i qeverisjes vendore. Sa më i madh jetë numri i njësive të qeverisjes vendore, aq më i rëndësishëm dhe më i nevojshëm bëhet niveli 2, se ka nevojë t'i koordinoj. Çfarë kam propozuar dhe i qëndroj sërish, që Shqipëria mund të organizohet në 3 rajone shumë të mëdha dhe kam thënë dhe se si mund të quheshin ato 3 rajonet. Si është? Rajoni Adriatikut, rajoni Adriatiko-Jonian dhe rajoni Jonian. Pra është i qartë kompozimi. Emrat janë simbolike e detit, sepse tërheqin më shumë vëmendje. Duke ndarë Shqipërinë në 3 fashe. Duke ndarë në 3 fashe, për të mos thënë ato emrat tjerë. Por mundet, dhe këto janë 3 rajone që i shkojnë, por në këtë rast, kam propozuar dhe se si do të zgjidhen dhe kush janë... Duke si është zonat bregdetare me këto emra. Jo, po 3 rajone se cilit kishte zonë bregdetare shumë mirë ishte, po në këtë rast tash, ajo që është shumë e rëndësishme është që çfarë shërbimesh do t'ju japim atyre, si do t'i zgjedhim ato dhe pjesa tjetër është mirë që t'ju çojmë pushtet administrativ që qytetarët ta dinë që kur shkojnë në rajonin Adriatik me qendër në Shkodër, kam gjykatën, kam arsimin, shëndetësinë, këtë. Kur shkojnë në rajonin Adriatiko-Jonian me qendër në Tiranë, marr këto gjëra. Kur janë propozimet e mia këto, kur shkojnë në rajonin... mendimin tuaj ju kemi thirrur. Jonian, le të themi jemi në Vlorë, edhe themi në Vlorë marrim këto. Shiko si orientohet edhe qytetari, e di që po shkoj këtu, marr këtë lloj shërbimi, këtë lloj shërbimi. Pra, ky është mendimi, por mund të rrinë, mund të mbajmë dhe status quo-n me 12 qarqe, por unë kam me të shkruajtur në raportin tim kam thonë mundet të bëjmë dhe 6, sepse edhe e vërtetë 12 duken edhe shumë, edhe i bëjmë me bashkangjitje kështu me atë kuptimin. Çfarë korrigjime është të pjesshme mund t'i bëjmë në hartës siç e kemi? Cilës hartë? Harta territoriale. Pra, çfarë korrigjime? Ja, pra, korrigjime do të... Apo një rishikim total? Pra, si duket, si është prirja? Çfarë mendohet që do bëjnë realisht? Shiko, ja, pra, prirja e majorancës është për të krijuar bashki shumë të mëdha. Le të themi, po e mbara, se ato nuk e kanë përmendur. A rrezikojmë një gerrymandering? Po ne mundet të rrezikojmë shumë gjëra, por ma leta ta shpjegoj për qytetarët. Për shembull, ai thot bashkitë të vogla të bashkangjiten me bashkinë më të mëdha. Për shembull, Prensi bashkangjitet me Librazhdin. Divjaka, le të themi, nuk është shprehur kështu, por me atë modelin e 36 rreteve, kjo del. Divjaka të bashkangjitet me Lushjen. Patosi me Firin, Roskoveci me Firin. Pra kjo është çështja, do ta pranojmë këtë model apo s'do ta pranojmë këtë model? Do kemi bashki të mëdha që tentojnë drejt ekonomisë shkallës, apo bashki më të vogla që shkojnë drejt konsolidimit territorial, demokracisë lokale, përfaqësim më afër qytetarëve, por në të vërtetë mund ta rrezikojnë ekonominë e shkallës. Këtë duhet ta themi, sepse ka dhe gjë tjetër që kemi një braktisje shumë të madhe të fshatrave dhe po jap një statistikë nga 373 njësi qeverisjes vendore bashki dhe ish komuna apo njësi administrative, 83 prej tyre njësive kanë më pak se 1000 banor. Këto e kanë shumë të vështirë. Do ta motivonte ekonominë lokale kjo ndarja me mini pushtetet e vogla të cilat do fuqizoheshin siç propozuat ju? Po, shumë e drejtë. Fjala mini pushtet në fakt shkon më shumë, edhe pse unë e quaj pushteti atyre, po mini pushtet. Për mua është një zgjedhje ideale, sepse në ato zona jetojnë 40% të popullsisë. Ne jemi një territor rural, dhe nga gjeografia, edhe nga popullsia, edhe nga produkti, struktura ekonomike. Ndaj, le të çojmë pak më vëmendje atje, le të quajmë këto mini pushtete atje. Ama shumë faleminderit që ma solle. Edhe unë në shkrimet e mia dhe analizat e mia kam thënë, ne mund t'i grupojmë këto. Edhe fjala mini pushtet ka këtë kuptim që ne mund të përcaktojmë disa rregulla, disa norma standarde. Prioritetet e vete se cila zonë? Qartë, që mund të themi, po, kjo zonë me këtë popullsi, me këtë naturalitet, ne mund të themi do të ketë një numër të caktuar punojësish plus minus, edhe do kryej një set të caktuar shërbimesh për të cilën
është e aftë i bëj dhe ti përgjigjet nevojave atë. Pra fjala mini pushtetit tyre, por vetëm të jenë të zgjedhur, ta kenë buxhetin, ta kenë strukturën, po të kenë këto kufizimet. Ndërsa shërbimet tjera mund t'i bëj Bashkia Madhe apo niveli 2 i qeverisjes vendore. Unë mendoj mund në këto kushtet të dinamikës demografike që kemi një hemoragji të tmerrshme në fakt, kjo reforma aktuale e ka ndihmuar shpopullimin. Mendoj që nëse do shkojmë në këtë lloj mini pushteti që thua ti të këtyre strukturave pranë qytetarëve, duhet jemi ndershëm me profesionalizmin tim. Nuk mendoj që tash do na vinë gjithë shqiptarët, do bëhemi 4 milion sërish, as 2.8. Por të paktën do ta stabilizoj, do ta frenoj sa do pak shpopullimin, sepse nëse mbyll një shkollë, prindi, unë, ti, ne ditëm, edhe nëse se po e mbylle sot traumë, nëse mendojmë se do të mbyllet nesër, ti çfarë bën? Mendon që të largohesh nesër apo të djesh një vend tjetër për fëmijët. Nëse mbyll bashkinë, komunën, zyrën, është e njëjta gjë si të mbyllë shkollën, xhaminë, kishën, mbase ti nuk do falesh asnjëherë. Jo, qartë, janë por vetëm shërbimet. ideja që ti po e mbyll më shtyn të gjej rrugë tjetër për t'u larguar. Pra ky model, po përsëris për tretën herë, shumë faleminderit që solla në vëmendje çështjen e mini pushteteve në këto zona, mund të jetë një zgjedhje shumë e mirë për demografi. Nuk do mbaroj këtu kjo bisedë, do të rikthehemi sërish në momentet e tjera për të kuptuar në ndërkohë dhe dinamikën e punës do të ketë në Komisionin e Reformës Territoriale.